Britania kërkon të krijojë një aleancë perëndimore me Bashkimin Evropian për të kufizuar dominimin e Kinës në tregun global të çelikut. Londra shpreson që një qasje e koordinuar mund të ndihmojë Mbretërinë e Bashkuar të shmang taksën 50% që Brukseli planifikon të vendosë për të mbrojtur tregun evropian nga mbiprodhimi industrial i Kinës. Britania që ndodhet në ndikimin e veprimeve tregtare të Bashkimit Evropian pas Brexit kërkon përjashtime nga këto masa. Ideja që po shqyrtohet është një aleancë perëndimore për çelikun, potencialisht duke përfshirë edhe Washingtonin që të harmonizojnë politikat dhe t'u jap anëtarëve tarifa preferenciale në tregtinë e çelikut. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian tha më herët këtë muaj se bloku nuk ka zgjidhje tjetër veç se të mbrojë industrinë e tij, duke paralajmëruar se Europa ishte në telashe të mëdha për shkak të kapaciteteve të tepërta. Sidoqoftë zyrtari i lartë ka hapur mundësinë e bisedimeve me Londrën duke u bërë thirrje të dy palëve të ulen dhe të negociojnë. Një tjetër përfaqësues i bllokut theksoi se koncepti një klubi çeliku ka qarkulluar për një kohë të gjatë, por tani duket më tërheqës. Ai shtoi se Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar tashmë bashkëpunojnë në forumet multilaterale si Forumi Global për kapacitetin e tepërt të çelikut. Ndërkohë të dyja palët kanë rënë dakord të harmonizojnë tarifat e tyre të karbonit për importet e çelikut dhe produkteve të tjera të prodhuara nëpërmjet proceseve ndotëse industriale. Aktualisht Britania eksporton gjysmën e çelikut të saj drejt Bashkimit Evropian, duke e bërë tarifën e ardhshme të bllokut një kërcënim serioz për prodhuesit vendas. Fokusi i qeverisë duhet të jetë sigurimi i përjashtimeve të domosdoshme britanike nga kuotat e Bashkimit Evropian dhe forcimi i mbrojtjes tregtare, shpjegojnë analistët e sektorit. Sipas tyre, një aleancë më e gjerë mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të mbikapacitetit global dhe të mbajë importet e subvencionuara jashtë Britanisë.